Një incident i pazakont ka ndodhur të premten rreth orës 14 në rrugën Aziz Tolaj në Prishtinë, ku një mashkull kosovar ka psuar lëndime të rënda trupore në kokë pasi dyshohet se ka rrëshqitur nga vetura, gjersa ishte në lëvizje. Sipas raportit 24 orësh të policisë së Kosovës, viktima ishte i ulur mbi një veturë kur dyshohet se i dyshuari, po ashtu mashkull kosovar e ka vënë veturën në lëvizje. Si pasojë, viktima ka rrëshqitur dhe është rrëzuar, duke psuar lëndime të rënda trupore. Ai është dërguar menjëherë për trajtim mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërsa i dyshuari është arrestuar nga policia. Pas intervistimit me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje. Një mashkull kosovar ka psuar lëndime trupore pasi i njëjti dyshohet se derisa ishte i ulur mbi një veturë, vetura është lëvizur dhe i dyshuari mashkull kosovar dhe viktima ka rrëshqitur dhe është rrëzuar duke psuar lëndime të rënda trupore në kokë. Viktima është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, thuhet në raportin 24 orësh të policisë.